Edi Rama do përfundoj në burg, nuk ka ku të shkoj. Ose drejtësia do të shtoj, ose Edi Rama do shkoj në burg. Dëgjojmë shpesh që Edi Rama flet për drejtësinë. E ka me faza. Kishte fazën kur arrestuan krahun e tij të djathtë Erion Veliajn dhe aty nuk e mbështeti drejtësinë. Pastaj kaloi ajo fazë, tani është në fazën që thotë ne mbështesim drejtësinë, na votoni për të mbështetur drejtësinë. Po ne e dim që po gënjen. Në datën 12 ne do zbulojmë. Problemi Edi Ramës është drejtësia. Dhe me kë do ta mbështesi drejtësinë Edi Rama? Tani në listën e Partisë Socialiste ka 3 emra që janë në hetim dhe të akuzuar nga Spaku. E para, Olta Gjaçka akuzohet për shpërdorim detyre, u pasurua nëpërmjet plazhit, pasi volli tokën edhe pasi shpalli veten praktikisht në histori strategjike. Kemi Plaren Drecën që është po ashtu në hetim nga Spaku, jo, është me akuzë nga Spaku në fakt, por ajo që është shumë domethënëse është kandidatura e Klodilda Bushka. E dini ju pse Klodilda Bushka akuzohet nga Spaku? Akuzohet për pengesë të drejtësisë. Imagjinoni, Edi Rama ka kandiduar Klotildën për të mbështetur drejtësinë. Por ndërkohë Klotilda vetë është në hetim nga Spaku sepse ka penguar drejtësinë. E kuptoni se çfarë tallje? Por Edi Rama do t'i fusin parlament sepse do t'i shpëtoj. Por në fakt, Edi Rama nuk kërkon të shpëtoj ata, se as nuk u intereson fare në fakt. Edi Ramës i duen këta sepse Edi Rama ka nevojë të mbrojë veten e vet. Sepse nëse në Shqipëri procesi i luftës kundër pandëshkueshmërisë do vazhdoj dhe unë jam i bindur që do vazhdoj dhe ne duhet të bëjmë punën tonë që të vazhdoj, Edi Rama do përfundoj në burg, nuk ka ku të shkoj. Është e pashmangshme. Ose drejtësia do të shtoj, ose Edi Rama do shkoj në burg. Të dyja bashkë nuk mund të qëndrojnë.